Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s dhe mirë se vini në emisionin Dialog me Lajm. Të ftuar të emisionit kësaj radhe e kemi liderin e deritanishëm dhe ish liderin e alternativës zotin Zeqirea Ibrahimi. Mirë se erdhët. Mirë që ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia do të jetë jona dhe analistin e përhershëm të gazetës Lajm zotin Florian Nesimi. Mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Ibrahimi, në mbledhjen e fundit të Kuvenit Qendror të Alternativës keni ofruar dorëheqje të parevokueshme, ndërkohë që këtë detyrë do ta ushtrojë deri në Kongresin e ardhshëm partijak zoti Bekim Sali. Qarqe të caktuara kanë nxituar, si të them, ta quajnë dorëheqjen të papritur. A është e papritur kjo dorëheqje? Po, ndoshta për dikë është dorëheqje e papritur, në të vërtetë ashtu siç e kam shpjeguar në tekstin e publikuar pas dorëheqjes, ky ka qenë një plan i imi që të bëhet në Kongresin e ardhshëm të partisë, që duhet të mbahet në mars ose në prill, domethënë, por për shkak të dinamikës së re që u zhvillua brenda Vlenit, u imponua që kjo të përshpejtohet, andaj po tash po e shpjegoj, domethënë, dhe u imponua që kjo të përshpejtohet realisht për shkak se ne kemi hyrë në një proces të unifikimit të Vlenit, ku bie rëndësia e partive politike që e përbëjnë Vlenin. Rrjedhimisht nuk ka edhe ndonjë interes që të organizohen kongreset partive, dhe me që po shkojmë drejt unifikimit, kërkesa ishte që të mos bëjmë më në organizimet partijake, po të jemi të përqendruar në unifikimin e Vlenit. Kjo ma imponoi që unë të gjej zgjidhje tjetër që këtë plan që e kisha për ta bërë në mars ose në prill ta përshpejtoj në këto kushte, dhe atëherë do të kishte qenë e logjikshme që unë të mos kandidohesha, kurse sot isha i detyruar që këtë ta bëj përmes të dorëheqjes. Dhe në mbledhjen e rregull të Kuvendit Qendror të Alternativës se ofrova të dorëheqjen edhe për një arsye politike, që bisedimet për të ardhmen e Vlenit, për mënyrën se si do të unifikohet Vleni dhe çfarë do të jenë pozicionet brenda Vlenit, të mund t'i bëj leadershipi i ri, për shkak se kam gjykuar që nuk është e drejtë, nëse unë nuk e shoh më veten të mbetem në krye të asaj partie dhe në të tavolinën e vendimarrjes së Vlenit, të jem sot negociator për Vlenin e ri. Andaj mendoj se ka qenë edhe drejt politikisht, por edhe në kuptimin etik, që ta lëshoj rrugën dhe të krijoj hapësirë që lideri i ri, në këtë rast miku im Bekim Sali, të jetë ai i cili zhvillon edhe ato negociata dhe që e merr edhe përgjegjësinë e vendimarrjes për të ardhmen e Vlenit. Zoti Florian, si e keni parë ju këtë akt të zotit Ibrahimi? Kështu me sa lexova edhe unë atë aktin e dorëheqjes, aty mund ta ndaj kështu si lexues në tre pjesë. Domethënë pjesa e parë ishte ajo ku bëhet arsjetimi i dorëheqjes, pjesa e dytë ku flitet për një mision të kryer me shkuarjen e BDI-s në opozit, edhe pjesa e tretë aty ku let përshtypja se zotëri Ibrahimi do të vazhdojë edhe në të ardhmen me aktivizmin e tij politik, mirë po në forma tjera. Dhe tani ajo pjesa e dytë, domethënë ku të tre këtyre shtyllave do t'i kthemi një nga një. Po te pjesa e parë, domethënë mendoj se elaboroj se deshta ta pjesë se përderisa ka deklaruar se tentimi joj ka qenë që të jepni dorëheqje që të mos kandidoheni përsëri në kongresin i cili duhet mbahet në mars ose prill, dhe që i bjen se kongres nuk do të ketë alternativa, mirë po elaboroj zotëri Ibrahimi këtë? S'përjashtohet të ketë, por kjo punë varet nga dinamika e organizimit Vlenit. Po që se Vleni arrin të unifikohet shumë më shpejt se muaj shkurt, i bie që nuk do të ketë fare nevojë të mbahet më kongresi alternativ. Pastaj ajo pjesa dytë, domethënë, ishte se e konsideroni se është kryer një mision, domethënë politik, me vetë faktin se BDI-ja si një parti e vjetër me figurat vjetra politike ka shkuar në opozitë, dhe ku ju figurativisht atë e shpjegoni me një gur të madh që ka zënë shtratin e lumit, dhe me largimin e atij guri uji do të filloj të rjedh ashtu siç duhet, që i bjen se kemi rrethana të reja tani, dhe Këto rrethana të reja
politike të cilat janë, me siguri se imponojnë do me thonë edhe ndryshime brenda partive, mirë po në krimin e këtyre rrethanave të re në Maqedoni dihet se Maqedonin çka e pret do me thonë një luftë pa kompromis kundër korrupsionit. Ajo duhet ta bëjë dallimin ndërmjet kësaj qeverie dhe qeverive të kaluara dhe në këtë aspekt mendoj se Zotri Ibrahimi po edhe këto dy frontmenët tjerë të alternativës që janë Zotri Afrim Gashi dhe Zotri Bekim Sali, do me thonë gjatë veprimtarisë tyre politike çka i karakterizuar është që nuk ka pasur tek ju asnjë për këtë periudhë 11 vjeçare asnjë aferë, do me thonë korruptive dhe asnjë skandal korruptiv. Dhe ndërsa parat moral dihet, as mos flasim, as që diskutohet ajo, dhe prandaj unë mendoj se kjo do të jetë një humbje për politikën shqiptare, për shkak se nëse e thash se tani në këtë periudhën e re duhet të bëhet një luftë pa kompromis kundër korrupsionit, mendoj se ne si shqiptarë të Maqedonisë së Veriut kemi nevojë për figura të cilat nuk janë të korruptuara, të cilat janë të pastra, edhe si nga aspekti moral të pastra, por edhe kështu nga aspekti kombëtar me ideale dhe prandaj unë si qytetar, do me thonë mund ta them se ndoshta edhe nuk e kam pritur mirë për shkak se mendoj se Zotri Ibrahimi po edhe figura tjera në alternativa kanë edhe shumë çka për t'i dhënë, do me thonë vendit ton, posaçërisht duke u nisur tek kjo se gjatë periudhës së kaluar nuk keni qenë të përfshirë në asnjë skandal korruptiv. Dhe tani për shembull parashtrohet pyetja sa mund të presim ne se në atë pjesën e tretë ku ju thoni se mund të jepni një kontribut për edukimin dhe emancipimin e gjeneratave të reja nga aspekti politik. Sa mendoni se ato do të jenë gjeneratat e reja, posaçërisht ato që dalin nga alternativa, do të jenë të aftë që të ndjekin rrugën tuaj? Pikërisht duhet të ndërlidhur me këtë pjesën ka të bëj. Unë ata që s'duhet me thonë gazetari, unë jo thash juve, gazetari nuk gëzon të manifestoj thjesht ato simpatit ndaj një akti caktum, veprimit caktum, sidomos jo ndaj një leadershipi si ju, megjithatë akti më duhet ta pranoj se ishte ashtu që i mungon një akti tillë nuk në skenën politike të këtueshme të shqiptarëve një gjë tillë ja përspari herë po ndodh kështu në këtë formë të bëhet dhe më bëri ajo që më bëri për shtypjet e ajo që keni shkruar ju është ai dimensioni moralo etik i arsyetimit. A mendoni Zoti Ibrahimi, a mendoni se edhe leadershipi i ri në ardhje sipër duhet të veprojnë në këtë mënyrë me pak fjalë të krijoj të përcjell një mesazh se megjithatë në politikë liderizmi nuk ka karakter kështu absolut, po është gjithçka relative dhe duhet të lihet edhe gjeneratave breza të ri që po vinë që të bëhen ndryshime në momente dhe rrethana të caktuara. Faleminderit edhe për Florianin edhe për ju Zoti Hajdari. Gjykoj që ne duhet, me thonë, pas kësaj përvoje të gjatë politike, të fillojmë të ndërtojmë edhe standarde të reja të pjesëmarrjes në skenën politike. Unë e di se kemi plot argumente sur këto që i përmendi Floriani që duhet të vazhdohet dhe sigurisht që nuk është, unë nuk i kam menduar edhe ato, por jam prir nga gjykimet të tjera. Dhe me thonë, në viti 2025 me zgjedhjet lokale që u bën, si thua e bën një resetim të skenës politike shqiptare në Maqedoni. Dhe me thonë, po përmbyllet qeverisja 20 vjeçare e PD-s dhe po ndërtohet një klasë e re politike. Dhe nëse këto 2 vitet e fundit ka qenë një betejë që të konsolidohet një klasë politike që e përmbys këtë klasën e PD-s, unë mendoj që viti 2025 veç e ka arritur këtë sukses. Dhe tash e tutje, ashtu siç e kam shpjeguar pak në tekst, kërkohet një riformatim i skenës politike. Kërkohet që liderët politikë shqiptar, por jo vetëm klasa politike shqiptare, duhet këtu të ndihmojnë edhe analistët edhe opinionistët edhe ekspertët e tjerë, shqiptarëve duhet një ristrukturim i skenës politike. Dhe në këtë aspekt unë nuk jam i kënaqur që ne ta
përmbyllim gjithë këtë cikël duke e thënë se vetëm u bë një sukses elektoral, se sfidat cilat vinë tash janë akoma më të mëdha se çfarë kanë qenë. Për mua personalisht është e mjaftueshme që u bë kjo punë e suksesshme, se vërtet e kam besuar që duke pasur një klasë politike si BDI-ja në skenë, nuk ishte e mundur të vinë në shprehje plot figura të reja, plot njerëz të ri, energji e re politike shqiptare në Maqedoni. Dhe në kohën që është bërë kjo, kurse tashmë është evidente se kjo është bërë, unë gjykoj se duhet të rimendohet politika shqiptare, tash duhet të ridefinohet edhe politika jonë se çka do të bëjmë në këtë shtet. Në kohën kur po ndryshojnë edhe gjërat në geopolitik, ne shohim se si po ndryshojnë raportet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe BE-s, kur shohim se si po ndryshon kundërpesha në glob mes lindjes edhe perëndimit, kur Shqipëria është afër integrimit në BE e në Kosovë kemi një vështirësi të madhe të ndërtimit shtetit. Shumë është e rëndësishme që edhe shqiptarët në Maqedoni të trashëtojnë çështjen se ka ja mbajmë tash, çka do bëjmë ne tash. Dhe mua më duket që s'pak unë ndjej në vetvete, nuk dua të t'i paragjykoj asnjë ka kolegët e tjerë, unë mendoj se ne kemi dhënë mjaftueshëm deri në këtë fazë. Faza e ardhshme e kërkon një energji tjetër, dhe andaj e kam dashur që përmes shembullit tim personal të ofroj shans që të vinë shprehje edhe njerëz tjerë që mund ta shtyjnë këtë punë të tjerë. Unë mendoj se është shumë serioze dhe shumë e rëndësishme që shqiptarët tash ta përvijojnë vizionin e tyre politik në Maqedoninë e Veriut. Ka shumë gjëra që është e mundur të bëhen mirë, ka shumë gjëra që janë shumë vështirë të bëhen, aq më tepër që ekuilibrat politik të palës maqedonase nuk janë të favorin e shqiptarëve në këtë rast, dhe për neve nuk është shumë e lehtë që të ndërtojmë një politikë të fuqishme shqiptare, por kjo është puna të cilën opinioni shqiptare pret nga ne. Andaj duke parë në vetvete që e kam mbyll një cikël të angazhimit politik, thjesht kam dashur që ta lëshoj rrugën që të vinë shprehje edhe figurat e tjera. Të falenderit për vlerësimin që e keni, por edhe kjo ka qenë një sfidë imja, a do mundem të vi një kohë që të them që mjaft ishte 11 vite në politikë u bën, çdo kush është i konsumueshëm, askush nuk është i pazavendësueshëm, edhe është mirë që ti thuash vetes dikun se është boll, edhe të thuash që tash është koha që të shkoj një hap trapa dhe të mundsoj që të vinë shprehje edhe të tjerët. A është mirë që të vazhdojmë akoma të bëjmë betejë, veçanërisht në këtë pjesën e luftës kundër korrupsionit? Sigurisht që është mirë. Edhe unë e kam thënë edhe në tekstin që kam publikuar, nuk është se po tërhiqem plotësisht nga politika, por po tërhiqem nga përfaqësimi edhe leadershipi, por se jam aty, domethënë, të vazhdoj të kontribuoj edhe në alternative dhe në vlenjën e nesërm, duke i mbrojtur pikërisht ato politika për të cilat folëm. Në spaku për alternativë jam munduar që sa kam qenë unë në pozitë të kryetarit të bëjmë disa figura të reja, dhe mendoj që nuk është që nuk kemi krijuar, domethënë e kemi ministrin Orhan Murtezani, e kemi Amir Elezin, Afan Elezin, Imerlije Saliun, ka dhe figura të tjera që unë mendoj që janë mjaftueshëm të pjekur që mund të bartin barë edhe përgjegjësi politike në skenë. Gjykoj që është një shembull, spaku në perceptimin tim, që do duhet ta gjithkush të ta vlerësoj dikur të veten e tij dhe të mos presisht të përjashtojnë për ta kuptosh se të ka skaduar afati e se duhesh të ta lëshosh rrugën. Mbaj frymën, thonë Tiranë. E di që ke një pyetje ndërlidhur me këtë përgjigjen e zotit Ibrahimi. Më 21 dhjetor 2014,
Unë i kisha hyrë politikës duke besuar në misionin tim si njeri, por edhe si intelektual modest, si shqiptar e besimtar. Unë vazhdoj të besoj se secili nga ne, si qenie sociale, e kemi për detyrim që, nëse jo të tërën, së paku një pjesë të jetës sonë t'ja dedikojmë shoqërisë dhe kjo ka qenë arsyeja që jam angazhuar për t'i dhënë hakun këtij detyrimi. Kështu është citati i juaj te akti i ofrimit të dërheqjes. Zot Ibrahimi, sa keni arritur të realizoni nga ajo të cilën projekti, platforma politike të cilën e quajtët ridefinim? Më thonë, në qoftë se flasim për ridefinimin, unë mendoj që nuk është arritur shumë. Duhet të jemi sinqertë dhe nuk duhet të bëj vetëm politikë të propagandës. Mendoj që në kuptim të statusit të shqiptarëve nuk është arritur të bëhet shumë. Sigurisht që kemi ngritur plot standardet mira, por ama për shkak se ridefinimin e statusit të shqiptarëve e përcakton fuqia e numrave në politikë, gjatë këtyre viteve nuk është se kemi pasur atë fuqi të numrave që ne ta bëjmë këtë ridefinim. Nuk është se nuk kanë ndodhur edhe elementet e ridefinimit, fjala bie nuk shteti ynë, nuk quhet Republika e Maqedonisë, por quhet Republika e Maqedonisë së Veriut, dhe identiteti shtetëror është qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por unë mendoj se tema e këtill është akoma e hapur për shkak se statusi i shqiptarëve në Maqedoni nuk është se ka ndryshuar, edhe që e kam shkruar në disa raste, shqiptarët të Maqedonisë duhet minimalisht të njihet statusi si kombi i dytë më i madh në Maqedoni. Jo siç ka qenë në Kushtetutën e 91-shit dhe me atë të 2001-shit, ku shqiptarët janë në koshin e pakicave. Andaj unë mendoj se ka plot punë që të bëhet dhe kjo është edhe njëra nga arsyet që unë mendoj se skenës politike shqiptare duhet një ngjak i ri që të mund ta shtyjë këtë punë. Në kuptim të përfaqësimit unë mendoj që kemi bërë mjaftueshëm mirë, siç e përmendi edhe Floriani. Nuk është se nuk jam i lumtur që ne kemi arritur të mbijetojmë në skenë për kaq vite, të marrim pjesë disa herë në qeveri rrjedhimisht edhe në këtë përbërje qeveritare dhe të mos ketë asnjë aferë të korrupsionit për asnjë eksponent politik të partisë sonë, dhe më vjen mirë që ky është një standard i mirë që e kemi vendosur. Gjithsesi që mund edhe këtu të përmirësohet akoma më shumë, por fuqia jonë politike ka qenë aq sa ka qenë dhe aq sa është sot, dhe nuk mund të flasim për fajtore dhe për merit vetëm të alternativës, sepse gjithnjë ka qenë një bashkëqeverisje me aktorë të tjerë, siç është edhe sot. Andaj nuk dua as t'ja përshkruaj fitoret alternativës, as t'ja hedh fajet alternativës. Kjo është një punë e përbashkët. Gjykoj se ka mundësi të bëhet edhe më mirë, por nuk është se nuk janë bërë edhe gjëra të mira në këtë kohë. Fjala bie vetëm në qeverisjen që kemi tash, kemi plot punë të projekteve infrastrukturore, arsimore e të tjera që janë bërë në saje të pjesëmarrjes edhe të pjesëmarrjes sonë në këtë përbërje qeveritare. Të ridefinimi kur e përmendet, mendja më shkoi te këto 3 ajat që janë pjesë e emrit të alternativës, autentik, autokton dhe autonom. Mendoj edhe pse si fjalë duken kurse janë si ngjashme, mirë po secila e ka atë domethënien e veçantë, dhe pikërisht kjo më interesante është kjo çështja e autentik, sepse është filozofi shqiptar Ukshin Hoti i cili flet për dy lloje të demokracisë, autentike dhe të importuar. Dhe sipas tij ajo demokracia e cila është e importuar që vjen nga jashtë zakonisht nuk jep zhvillime dhe prosperitet për shkak se nuk mund të demokracia prej jashtë i përshtatet shoqërisë. Ndërsa ju e keni vazhdimisht e keni përmendur këtë demokracinë autentike, që do me thonë se duhet demokracia të jetë e vetlindur prej brenda nëpërmjet të proceseve të ndryshme. Sa mendoni se ju në këtë aspekt ja keni arritur? Edhe këtu deshta të ndalidhim me
me një akuzë që vazhdimisht i është bërë partisë suaj, më falni, partisë suaj, por edhe partisë edhe Besës, se zakonisht ju kanë akuzuar për elemente fetare brenda strukturave tuaja, që unë mendoj se është pak absurde sepse lidhet me këtë autentiken, për shkak se 100% shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut janë musliman. Edhe për shembull pse mendoj se është pak absurde, kemi parti tjera për shembull në botë, për shembull në Gjermani është kjo CDU-ja, Partia Kristiane Demokrate, mirë po ato askush nuk e akuzon për ndonjë element fetar. Ndërsa këtu te ne, për shembull, me emëru ndonjë emër Partia Demokratike Islamiste, mund ta paramendoni se çfarë akuza do të kishim pasur. Faleminderit për këtë pyetje, mendoj që tash kur edhe nuk jam pozitën të kryetarit e kam edhe më lehtë flas për këtë çështje. Unë mendoj se është një çështje që është mirë që po i kthehemi. Këto tre atë kanë qenë, si më thonë, një filozofi politike që e kemi ndërtuar qysh me themelimin e lëvizjes Besa dhe pastaj kemi vazhduar edhe me alternative. Domethënë ideja ka qenë që a kanë mundësi shqiptarët të Maqedonisë të ndërtojnë një politikë që është autentike në kuptimin që i përfaqëson interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Të mos jetë kjo e lidhur duke synuar që ne të bëjmë këtu politikë për të kemi në fokus se si mbrojmë interesat e të tjerëve. Dhe në këtë aspekt mendoj që kemi bërë dhe ajo që e keni ndërlidhur me këtë pjesën e dytë është që ne kemi pasur dhe akoma ekziston ndoshta rrezik që shqiptarët të Maqedonisë paraqiten si element radikal islamik, që i bëjnë dëm edhe vetë shqiptarëve këtu, por edhe në përgjithësi si kom shqiptar. Ideja jon ka qenë që në qoftë se tek shqiptarët të Maqedonisë ekziston një masë e konsiderueshme që identifikohen me një identitet islam, nuk duhet të lihet që kjo masë të rrëshqas në radikalizëm, por asaj masë duhet të jepet një identitet politik që ata të ndjehen të përfaqësuar, jo të përjashtuar. Është keq kur të kaluar, domethënë, liderët politik i kanë marrë votat duke folur me fjalor fetar dhe pastaj nuk kanë mbrojtur asnjë të drejtë fetare të njerëzve, ose nuk janë paraqitur në asnjë festë fetare për të shqiptarë Maqedonisë, kurse siç përmendet ju, gati 100% shqiptarë Maqedonisë janë besimit islam. Dhe alternativa dhe Besa nuk janë as pak parti fetare. Thjesht i kanë dhënë përfaqësim edhe atij lloji të elektoratit dhe unë mendoj që ne i kemi shpëtuar shqiptarët nga rrëshqitja drejt ekstremizmit. Sot shqiptarët e shohin se janë të përfaqësuar të përfaqësuar nga eksponent politik që shkojnë edhe në xhami. Sot shqiptarët ose gruaja shqiptare është që është e përfaqësuar edhe nga një grua me mbulesë, e cila është deputete dhe kjo nuk përbën asnjë hata. Dhe ne, si më thënë, kemi çliruar këtë shtrëngim ose tendosje nga frika se çka bëhet në qoftë se këto elemente arrin të përfaqësohen edhe politikisht. Ne thjesht e kemi shfryrë balonin dhe sot është mjaft normale që edhe kryetarin e parlamentit e shet duke shkuar ta fal xhuman xhami dhe kjo sot nuk përbën më lajm. Është thjesht bindje e tij, është orientimi i tij dhe kjo nuk përbën lajm. Por ama ne kemi parandaluar rritjen e atij ekstremizmi i cili duke u viktimizuar se ne nuk kemi të përfaqësuar arrinte të mbledh një masë të konsiderueshme që bënte animozitet në të klasës politike shqiptare. Sot askush, asnjë hoxh, asnjë besimtar s'ka të drejtë të thotë se nuk janë të përfaqësuar. Sot çdo kush ndjehet i përfaqësuar dhe që është po ashtu unë gjykoj vlerë, ky identitet i këtill është shumë mirë i integruar në interesat e përgjithshme shqiptare edhe në Maqedoni, por edhe jashtë Maqedonisë. Ne më thonë, kjo formë e përfaqësimit nuk bie ndesh me asnjë interes shqiptar. Bile e ka rritur vlerën
mbrojtjes së interesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Andaj ajo friga, ato akuzat, ato fjalët që kanë qenë insinuata dhe shpifje, sot janë vërtetuar se kanë qenë të paqëndrueshme krejt. Se sot e keni këtë klasë politike që e kemi bërë ne, dhe askujt kjo nuk i pengon, dhe ne jemi shumë mirë edhe në Vlen, nuk ose janë gjithë njerëzit fetar, edhe në alternativë, nuk ose janë gjithë njerëzit fetar, por kjo punë është aq mirë, është e integruar që më çdo kush ndjehet mirë i përfaqësuar dhe sigur të kemi vlerësim të saktë në opinionin shqiptar. Unë mendoj se edhe Besa edhe Alternativa i kanë shpëtuar shqiptarët nga rrëshqitja drejt ekstremizmit islamik. Jo, s'kisha diçka tjetër. Zoti Ibrahimi, a beson akoma në bashkimin, unifikimin e 4 partive politike shqiptare që përbëjnë Vlenin? E dini në këtë formë po e ushtroj pyetjen sepse te akti i ofrimit dorëheqjes keni thënë se partnerëve të koalicionit Vlenit ja kam ofruar një model të këtij bashkëpunimi në tavolinë dhe se jeni shumë optimist që ai do të pranohet nga të gjithë subjektet politike. Jo vetëm që besoj që Vleni do bëhet bashkë, por unë insistoj edhe kam ngul që Vleni të bëhet bashkë. Shqiptarët e Maqedonisë nuk u lejohet më bëhet më Vleni më bashkë. Thonë ne nuk e kemi luksin më që të kthehemi edhe një herë në istikamet tona të partive dhe të bëjmë betejë për partitë tona. Vleni është të dëshmuar si një projekt i suksesshëm, andaj do duhet vetëm të formalizohet kjo. Gjithsesi që nuk është aq e lehtë, ne duhet jemi këshient për këtë, sepse janë 4 parti që u bën bashkë në kushte emergjente elektorale. Dhe nuk është aq e thjeshtë që ato të shkrihen e të integrohen aq lehtë, por për shkak të kësaj unë kam ofruar një zgjidhje që pak a shumë sikur të funksionon sot Vleni, që ka një ekuilibër të 4 elementeve që e përbëjnë Vlenin, kjo të formalizohet edhe në subjekt të përbashkët politik. Dhe kërkesa ime është, ose që unë kam ofruar si model, është që përveç organeve të zakonshme të Kongresit, të Kuvendit dhe të Kryesisë, të ketë edhe një presidencë 4 antarëshe, ku ata janë, si të thuash, organi më i fuqishëm vendimarrës në atë subjekt, dhe aty janë edhe kryetari, edhe zëvendës kryetari, edhe sekretari i përgjithshëm, edhe kryetari i Kuvendit. Edhe pastaj një çështje që është më formale, është puna se si do merren vesh për punën e leadershipit. A do mbetet ai për 4 vite, a do të jetë me rotacion çdo vit, a do të ndrojnë vendet edhe këta të tjerë që janë pjesë e presidencës, por në kohën që e kemi mbërrinë në këtë fazë mundësinë e bërjes së Vlenit si një subjekt i përbashkët, unë mendoj se gati 90% e punës e kemi bërë. Do të thonë, tash duhet thjesht të vendosin organet e partive që të bëhet një kongres i përbashkët me pjesëmarrje të barabartë dhe të themelohen ato organe të deri në shkallën e presidencës. Në kohën që bëhet ajo, pastaj është çështje e vendimit të përbashkët 4 antarëve të Vlenit, 4 antarëve të presidencës së Vlenit, cilët do e gjykojnë në mënyrë e leadershipit. Dhe kjo mendoj që nuk është aq e vështirë sakur që flitet në opinion se nuk është se a do bëhet ajo. Unë jam i sigurt se është mund të bëhet shumë shpejt Vleni bashkë një subjekt politik. Para zgjedhjeve lokale, opozita e dini deklaratat e tyre ishin se më njëherë pas zgjedhjeve Vleni do të përçahet. Ndërsa tani e shohim se kemi një temë tjetër. Është tani jemi duke folur për bashkimin e Vlenit në një parti. Dhe mendoj se ajo prej ku duhet të kenë kujdes, do me thonë këto të Vlenit janë partitë opozitare të cilat momentalisht shifet se e kanë humbur orientimin politik, BDI-ja asesi të reformohet, ka të gjenerata të re të cilët nuk mund të vinë në shprehje, Aleanca e Zotrit Sela doli nga
edhe nga AKI-ja edhe nga Fronti Evropian, kuadër të kuvendit, ndërsa e shohëm Aleancën e Taravarit që ende insiston të thotë se jemi në AKI. Ndërsa BDI-ja ka deklaruar se vazhdojnë si Front Evropian. Do me thonë atje është humbur totalisht orientimi politik dhe të vetmën platforma ato të cilët tani e kanë edhe në diskursin publik që e përdorin është përçarja e vlenit. Se ato pretendojnë që të vendojnë këtë si temë ditore në për të gjitha portalet dhe mediumet e tyre dhe analistët të cilët i kanë, me qëllim që ato përpiqen që të futin kështu ndërkombëza të liderët e vlenit që pastaj këto që të mos arrin të formojnë një parti dhe përçahen. Do me thonë, shpresa e vetë me opozitës shqiptare është përçarja e vlenit. Ato vetëm kjo u ka ngel atinve. Mirë po unë mendoj se liderët e vlenit kanë një përvojë të madhe politike, edhe kanë eksperiencë, po kanë edhe mençurinë politike që besoj se nuk do të bie në atë grack dhe është vërtet, domethënë shpresa e vetme e opozitës shqiptare ka qenë që në zgjedhjet lokale ne nuk do merremi vesh dhe do ndodh shpërbërja. Realisht unë mendoj pa e egzageruar dhe pa e hiperbolizuar, mendoj që shqiptarët të Maqedonisë, në këtë rast Vleni, kanë treguar pjekuri shumë të lartë politike. Diçka që nuk u ka shkuar për dorë ndoshta as partive në Shqipëri as partive në Kosovë, që edhe duke qenë heterogjene të mund të ruajnë këtë unifikim. Dhe Vleni arriti të bëj 2 cikle zgjedhore bashkë. Edhe në kohën që zoti Ahmeti e tërhoqi zotin Taravari në AKI tashmë, domethënë Vleni arriti të mbijetojë dhe bile të dalë i suksesshëm. Andaj kjo përvojë na ka mësuar se unitetin populli e vlerëson. Qytetari shqiptar e vlerëson dhe kjo është arsyeja që edhe liderët e sotëm të Vlenit e dinë saktë se çfarë do që mund bëjnë e të merren vesh ose të mos merren vesh, por një gjë të duhet të jetë vija e kuqe. Vleni të duhet mbetet bashkë. Andaj Vleni është sot bashkë edhe të vazhdon të mbetet bashkë, kurse për pjesën e opozitës shqiptare që për hir të vërtetës, nëse flasim për demokracinë, nuk është mirë që po shpërbëhet aq keq AKI-ja se shqiptarët duhet të kenë edhe opozitë mirë. Do thonë, por kështu është kur bën opozitën jo duke ndërtuar platformë politike por thjesht për arsye elektorale. Dhe ajo opozitë sot po shpërbëhet. Ne e dimë gjithë se arsyeja pse zoti Taravari akoma nuk del ose zoti Ahmeti akoma nuk e përjashton, është vetëm për shkak të zgjedhjeve negocivare dhe në vrapçisht, se realisht asgjë tjetër nuk i lidh ata më bashkë. Dhe shpërbërja e tyre është çështje e kohës, domethënë nuk është punë që zgjatet e punë, eventualisht pas zgjedhjeve lokale negocivare dhe në vrapçisht nuk do të mbetet as AKI-ja fare, domethënë sikur që u shpërbë Fronti Evropian që nuk ekziston mos aty kishte parti turke, rome, pëpëshnjake e të tjera. Për demokracinë nuk është mirë kjo, unë mendoj se duhet të ketë edhe një opozitë të konsoliduar, por opozita në këtë rast PD-ja po e paguan çmimin e asaj që nuk e ka marrë leksionin në vitin 2016. Në vitin 2016 e mbajnë mend gjithë që opozita shqiptare i fitoi 120.000 vota, më duket ka qenë, dhe PD-ja i fitoi 85.000 vota, edhe në vend se ata atëherë ta merrshin leksionin dhe shkonin në opozitë që të reformoheshin, ata i shtyn edhe 10 vjet e ardhshme duke i përçarë partitë e tjera. Përçaj njëherë Besën, pastaj përçaj Aleancën, e merr këtë, e hje këtë, dhe sot i ndodh fenomeni i përçarjeve të brendshme u ndodh pikërisht atyre. Dhe unë mendoj se atje do shkoj puna edhe më keq në shpërbërje shumë të madhe, por uroj që prapë opozita shqiptare të konsolidohet, se kjo është e mirë për shëndetin e të demokracisë në skenën politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim, së bashku me partinë e zotit Sela dhe zotit Taravari, kanë paralajmëruar protestën në Shkup për mbështetjen e komandantëve të UÇK-s, të cilët aktualisht gjenden në Hag.
A do t'i bashkangjiteni edhe ju si vlen? A mendoni se duhet t'i bashkangjitet të gjithë spektri politik shqiptar kësaj iniciative për protestave më konkretisht? Shqipëri, më thonë, duhet jemi korrekt kur flasim për këto gjëra, për shkak se jemi duke folur me çështje që janë shumë të ndjeshme për shqiptarët, jo vetëm në Maqedoni, por për gjithë shqiptarët. Tashim thotë që Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli janë në Hag jo prej dje, as prej vitit 2024, ata i kanë bërë më shumë se 5 vjet atje. Edhe zoti Ahmeti dhe zoti Taravari kur nuk kanë bërë asnjë postim, ndoshta në mbrojtjen e tyre. Dhe vetëm kur janë në opozitë, të dëshirojnë që ta shfrytëzojnë këtë emocionin e shqiptarëve për UÇK-n, që kjo të përkthehet në përfitime politike. Është një, më thonë, kjo e para që ata kur nuk kanë bërë diçka për UÇK-n, për të burgosurit në Hag përpara se të shkojnë në opozitë. E dyta, zoti Ahmeti ka qenë në pushtet për 20 e sa vite dhe edhe pse në çdo cikël zgjedhor i ka fituar zgjedhje duke u mbur me UÇK-n, duke u thirrë në gjakun e dëshmorëve, veteranëve të luftës e të invalidëve, realisht nuk ka bërë asnjë mbrojtje ligjore të atyre veteranëve, të ish ushtarëve të UÇK-s. Bile aq më keq, ai ka qenë që ka votuar ligjin e pranitellave Maqedonas dhe edhe në plotësimet, edhe në të ndryshimet e atij ligjit ai i ka votuar. Dhe kur gjithë këtë, do të thonë, gjithë kjo ka ndodhur tash kur është në opozitë, i teket që duhet të mbrohet UÇK-ja. UÇK-ja është vlerë e gjithë shqiptarëve, të gjitha partive, e të gjitha shteteve. Nuk është pronë e asnjë partive, aq më pak e zotit Ahmeti dhe e zotit Taravari. Vleni, unë dhe gjithë ne e mbështesim çdo tubim që është në mbrojtje të UÇK-s dhe jemi kundër çdo abuzimi politik me UÇK-n. Tani kjo e drejta e protestës është një drejtë natyrore e njerëzit, e drejtë qytetare e cila është e garantuar jo vetëm me ligjet e me kushtetutën e vendit, por është e garantuar edhe me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe normalisht se secili i cili ka dëshirë të protestojë për diçka duhet të mundsohet ajo e drejtë. Por problemi është që këto protesta nuk duhet të keqpërdoren për politikë ditore, për pojena politik. Sepse atëherë i bëhet edhe domi më i madh vetë luftës së UÇK-s kur dikush fillon ta keqpërdor për nevojat e tij, mirë po se lufta UÇK-s e dim këtë historinë bashkëkohore të botës është ndër luftrat më të pastërta në botë dhe këtë e din e gjithë bota, sepse agresori Serbia ka qenë e cila ka ushtruar gjenocid, mirë po e them, do me thonë, në parim do me thonë duhet përkrahet nga gjithë shqiptarët, sepse tek e fundit është edhe drejt natyrore qytetare, mirë po tani nuk jemi edhe në fushat zgjedhore, mirë po zgjedhja ta shkon në Kosovë, edhe nuk e di ndonjë subjekti politik të Kosovës në këtë rast nuk mund ta bëj lidhjen sa i konvenon dikujt atje për të marrë pojena politik, mirë po pastaj është diçka tjetër edhe te kjo mesazhi që jepet e dim, mesazhi është i qartë, mirë po ajo fuqia politike, do me thonë, e asaj proteste, se zakonisht prej Shkupi, do me thonë, çfarë mesazhi mund të jepet gjykatës Hagës. Më mirë është këto protestat kur bëhen në këto qendrat evropiane, ku janë këto institucionet e Unionit Evropiane dhe të Kombeve të Bashkuara të vendosura, si që janë për shembull Vienna, Brukseli, se në Strasburg edhe në Hag më duket se ka pasur. Edhe prej atje jepet një mesazh më i qartë, më i madh se sa prej Shkup, mirë po do me thonë në parim, do me thonë duket se gjithçka është në rregull dhe nuk ka arsye që mos përkrahet. Do të thonë nuk është që nuk e përkrahen, do të thonë protestën, por edhe një element tjetër, do të thonë në kombin shqiptar ekziston një familje që është barometri i shqiptarisë sot. Është familja e Adem Jasharit. Edhe në kohën që
Këtë protestë nuk del që të mbështet familja e Adem Jasharit. Pase nuk kemi deklarim për shkak të përzierjes të politikanëve aty, nuk shoh të arsyeshme që dikush tjetër e ka fuqinë ose kredibilitetin më të lartë se kjo familje që të thotë që e mbështes apo nuk e mbështes. Në qoftë se në balë një protestë të do ishin të familjarët e Adem Jasharit, ajo është shenjë se ajo është protestë që vërtet bëhet për të mbrojtur UÇK-n dhe obligohemi me gjithë që ta mbështesim. Derisa familja Jashari të heziton ose nuk deklarohet, kjo flet shumë. Zot Ibrahimi, një narrativ të cilës unë disa herë në ato analizat edhe komentet e mia e kam akuzuar, si të them, i kam akuzuar edhe mediat e Tiranës edhe mediat kryesore të Tiranës edhe të Prishtinës, them kryesore shkaku se ndërtojnë e formojnë e krijojnë opinion. Është ajo e botës serbe. Jo që në Maqedoni, jo tani, po edhe para këtij sistemi i cili është aplikuar në 91-ën, e pas këtij sistemi, para lufte, pas lufte, elemente të tilla të ndikimit në rritje të serbëve, qarqeve të ndryshme politike serbe nuk ka pas, po sidomos kjo narrativa e cila u krijohet nga ata që e thithin informacion nëpërmjet medias, tamam krijohet përshtypja se çdo cep, çdo hap e ki botën serbe. Keni ju një rrezik të tillë personalisht me që jeni nga Shkupi? Nuk e vërej këtë punë, mendoj që kjo është pjesë e propagandës që kanë sforcuar oponentët tanë politik shqiptar, këtë rast BDI-ja, dhe siç e dim, domethënë gjithë e kemi parë që gjatë kohës së fushatës kjo është rrahur si tel, por për fat keq ka mbetur i pa argumentuar mjaftueshëm. Për shkak se dikon e thash edhe e kam thënë edhe me një fjalim. Cili nga liderët e Vlenit ka një foto të vetme me presidentin Vučić? Nuk ka askush. A ka lider tjetër shqiptar të Maqedonisë që ka foto me presidentin Vučić? Po ka, ajo është zoti Ahmeti. Do thonë, dhe ta akuzosh tjetrin për diçka që e ke bërë vetë është mos e kurse edhe Bujar Osmani. Po ka pasur edhe ministrat të tjerë që kanë dalë në foto edhe kanë qenë kështu përbaratim të eksponentëve serb me general e me të tjerë. Andaj unë mendoj që kjo punë është të sforcuar dhe realisht nuk ka diçka të këtillë në Republika e Maqedonisë së Veriut. Mbledhjen e parë të ndër qeveritare ka bërë me Republikën e Kosovës. Kemi bërë pikën one stop shop me Bllacën edhe me Globocicën atje, jashtë Globocicë, edhe pse për hir të vërtetës Kosova nuk është as antar i NATO-s, as antar i Interpolit. Thjesht ka qenë vullnet i mirë i shtetit tonë që të krijojë raporte të mira me shtetin e Kosovës. Në përfundim me sipër është thirrja publike për rrugën Shkublaz. Mendoj që deri në fund muajit do të publikohet edhe kush do të jetë operatori që e ka fituar, domethënë, dhe angazhimi ynë është i plot në këtë fushë dhe kemi mbështetjen e plot të kryeministit të Kurti, se jemi duke e mbrojtur mjaftueshëm mirë interesin shqiptar dhe raportet e mira të Kosovës me Maqedoninë e Veriut. Ku shifet ky ndikim serb në këtë vend? Ju e pa që edhe kryeministri nuk shkoi në takimin e ditës serbe apo çfarë ishte, domethënë, unë mendoj se vetëm në funksion të propagandës, nuk është se Serbia nuk ka plane të ndikimit të gjërave të tjera, se ajo është punë legjitime që e bën çdo shtet, por realisht në vendimarrje të Maqedonisë së Veriut nuk ka thuajse asnjë ndikim së Serbia. Dhe gjithë kjo është një propagandë që më shumë i ka dëmtuar ata se sa që u kanë ndihmuar, dhe për këtë flasin edhe numrat e zgjedhjeve lokale. Domethënë ishte një narrativ që nuk piu ujë dhe shqiptarët nuk e vlerësuan. Pikërisht këtë fundi që e the, do të jap pas sa fjalë, pikërisht këtë fundi që e the isha i ftuar disa televizione atje në Prishtinë, në Tiranë, sidomos në Tiranë, dhe po pyesin ishte përmbyllja e rezultateve të raundit dytë dhe
unë paka shumë kështu i komentova, thash, fitore plebiscitare Vlenit në 80 në Shkup, aty ku jeton më shumë se 1/3 e votuesve potencial shqiptar, dhe njëkohësisht këtë duhet ta theksoj, thash kjo është, thash, përgjigje ndaj mediave juve në Tiranë dhe në Prishtinë, sepse ju po ndërtoni një narracion të kundërt me këtë realitetin. Ky është realiteti dhe prandaj thash kjo është përgjigja ndaj juve. Zoti Florian, pyetja ime është, si shihni nga këndvështrimi juaj si analist, si njohës i zhvillimi politike këtu po edhe në rajon, si shihni ndikimin? Ju duket në rritje kjo bota serbski seti, bota serbe? Tani nëse kthehemi në histori, Serbia ka pasur ndikim këtu prej në kohën e rënjes perëndërisë osmane, prej kohën e mbretërisë serbe-kroate slovene, Jugosllavia parë, Jugosllavia e ditë, edhe Maqedonia si shteti i pavarur që ka vazhduar, mirë po kulminacioni i botës serbe në Maqedoni ka qenë Open Ballkani, sepse vetë ideja e Open Ballkanit ishte krijimi i një unioni doganar, ku mallrat do të lëvizin lirshëm dhe kur I marrim dhënat e eksportit dhe importit, dihet se kush përfiton në atë rast, Serbia. Edhe pastaj kulminacionin e ka arritur në qeverisjen e kaluar, mund ta shihni ju ish kryeministrin Kovacevski, secilin muaj e ka pasur nga një vizitë zyrtare në Serbi, edhe në YouTube aty mund të shifën shumë video ku këndon bashkë në një restoran bashkë me Vučićin, pastaj kanë qenë edhe vizitat e shpeshta të Bujar Osmanit, dhe nëse nuk është ajo botë serbe, atëherë si është. Mirë po unë tani shoh një moment tjetër, moment ku më pak ka ndikim Serbia. Në maj të këtij viti Maqedonia nënshkroi një marrëveshje për partneritet strategjik me Britaninë e Madhe. Ndërsa në suaza botërore e dim se shteti I cili më shumë e lufton Rusinë ka aspekti I ndikimit në politikën ndërkombëtare është pikërisht Britania e Madhe. Realitet historik. Edhe tani kur u dje dhe pargje u hap kjo çështja e migrantëve që mund të vinë kështu potencialisht në Maqedoni, edhe një nga lajmet ishte se Britania e Madhe, nëse Maqedonia pranon migrant të tillë, azil kërkues të Britanisë së Madhe, atëherë Britania e Madhe thoshte në tekst se do t'i ndihmojë Maqedonisë në çështjen e sigurisë në parandalimin e ndikimit rus. Edhe këtu flet shumë qartë, këtu flitet se Maqedonia është duke u orientuar për partneritet strategjik me Britaninë e Madhe për të parandaluar ndikimin rus. Dhe prandaj këto kur e akuzojnë tani këtë qeveri për botë serbe, më duken pak si qesharake, ose ato që bëjnë akuzuesit nuk I njohin nuk ngjarjet politike se çka janë duke ndodhur. Bile për ta plotësuar këtë, unë mendoj se qeveri më pro-amerikane se kjo nuk kemi pasur. Më thonë, ndonjëherë edhe ka pasur, si thua, mendime të ndryshme me kryeministrin, a duhet të ndiqet via amerikane apo europiane, dhe kryeministri gjithnjë ka këmbgulur që duhet të ndiqet via amerikane. Kështu që krejt këto protokollat se ka ndikim ruso-serb janë krejt funksion të propagandës. Edhe ajo përkrahja që vazhdimisht Maqedonia jep këtyre rezolutave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara. Ishte tani një rezolut të cilën e propozuan SBA-t, e përkrahën vetëm 7 shtete në gjithë botën, një ndër ta ishte edhe Maqedonia. Zot Ibrahimi, tash fokusin du të kthej këtu pak të zgjedhjet lokale që priten të përsëriten në Gostivar dhe Vrapçisht. A mund të pritet ky inercioni I këtyre zgjedhjeve që sapo përfunduan të përfshijë edhe Gostivarin edhe Vrapçishtin, deri ku jeni me këto paraprogatimet? Nuk kuptohet që do të ketë efekt fitoria që është bërë edhe në Vrapçisht edhe në Gostivar, dhe unë pres që kjo të rezultojë në sukses. Afati për dorëzimin e kandidaturave është deri të enjten, deri pas nesër, dhe do të kemi një kandidat edhe në Gostivar edhe në Vrapçisht. Për emrat e saktë nuk mund t'i themi sot se janë akoma duke u diskutuar, por do të kemi kandidat. Unë kam shumë shpresë që efekti që është bërë me fitorin e 10 komunave të tjera do e jap impaktin edhe në zgjedhjet lokale në Vrapçisht edhe në Gostivar. Mendoj që është koha që edhe ato 2 komuna të fillojnë të marrin frymë ndryshe dhe të përfitojnë
ka pushteti lokal që e ofron vleni sikur në komunat e tjera. Veçanërisht në komunën e Vrapshiqit unë gjykoj se ka shumë mundësi të përmirësohet për shkak të abuzimeve të shumta që janë bërë nga kryetari aktual dhe mendoj që votuesi i Vrapshiqit do e vlerësoj faktin që ne do të kandidojmë me kandidat cilësor atje dhe mendoj se do ketë fitore spektakolare në Vrapshiq. Në Gosivari janë rrethanat më të komplikuara, edhe pse edhe aty ka plot emra që mund ta fitojnë Gosivarin, por lëm që ditëve në vijim ta shohim edhe këtë punë. Nuk shoh ndonjë arsye pse vetëm se Gosivari të mos mbetet, të mos të kaloj më në Vlen, kur gjitha komunat e zonës 6 edhe të zonës 5 më u bën Vlen, dhe nuk shoh asnjë arsye pse duhet ta mbaj Gosivarin të një parti opozitare. Zoti Nesimi, cilat janë parashikimet tuaja me që gjatë periudhës sa u mbajtën zgjedhjet jeni marrë goxha shumë, keni përpunuar dhëna statistike të ndryshme? Po këto janë 2 komunat e fundit që shqiptare mendoj se ka zgjedhje. Se do të ketë edhe ndihmë Maqedonisë në 4 komuna. Dhe tani pas të zgjedhjeve lokale numri i komunave shqiptare përsëri ngeli i njëjtë, 16 komuna. Në fakt u humb Korçova, mirë po u fitua Çashka dhe përsëri kemi 16 komuna shqiptare. Momentalisht rezultati domethënë është 10-4. Megjithëse ato 4 nuk janë të gjitha të BD-s, në Çashkë Vleni nuk ka pasur kandidat, ndërsa në Plasnic është ky Ismail Jahovski. Sa i sot është BD, nesër mund bëhet LSDM, pas nesër VMRO, edhe ato votuesit që nuk janë shqiptar, janë turk. Edhe mirë po, ja, do t'ja numërojmë edhe këtë BD-s 10-4 edhe shohim si do të ngele rezultati përfundimtar. Është interesante kjo të shifet BD-ja do të kandidoj. Mirë po duket se nuk do të ketë kandidatin e saj, edhe pse BD-ja nuk kandidon në Gostivar. Kur ka ngelur pas një komunë urbane, dhe ndoshta e ka rastin ta provoj të merr një komunë, siç është Gostivari, nuk kandidon, a thua vallë është frika nga humbja. Se ndoshta BD-ja edhe dëshiron të kandidohet, mirë po i frigohet humbjes, qoftë nga Taravari, qoftë nga Vleni, edhe dita ajo që duhet shifet është se pas të zgjedhjeve lokale prishmërit, nëse se mendoj Taravarin, nëse se fiton Gostivarin, me siguri se do të largohet nga koalicioni AKI, për shkak se ai vetë ka deklaruar pas atë natën e shpalljes së rezultateve se qendra e opozitës shqiptare do të jetë Gostivari. Mirpaj kur e tha kët, nuk e dinte se nuk është arrit censusi. Edhe shpejtoi. Kur e pa se u arrit censusi, mo nuk e përdori atë retorik, që frigohet mos i hakmerret pastaj BD-ja që të mos e votoj, edhe mirë po edhe nëse fiton Taravari Gostivarin dhe thot se qendra e opozitës është Gostivari, opozit me një komunë nuk bëhet. Kemi patur në rastin më përpara shembull Studeniçanin e ka pasur PDSH-ja, mirë po kur një farë nuk mund bësh opozit vetëm me një komunë, edhe këtu do të shifet se a do të ketë reforma te opozita shqiptare apo jo, po vetëm mungesa e figurave, të cilët mund bëjnë një opozitë të re, tregon se do të futemi në një fazë ku subjekti kryesor politik shqiptar do të mbetet Vleni, ndërsa opozita shqiptare do t'i duhet një kohë më e gjatë derisa të rëmë këmbët. Zoti Ibrahimi, ne këto ishin ato pyetjet të cilat i kishim parapar për emision, nëse diçka nuk arritëm me ju pyet, me u shtru si pyetje, ndërkohë që ju keni nevojë për ta thënë, urdhroni, keni në dispozicion. Ju falemderit shumë për mundësinë, për mua është kënaqësi biseda me juve, veçanërisht pas dorëheqjes që e kam bërë, ishte një mundësi që të shpjegohem edhe përpara opinionit dhe lajmi ashtu si gjithnjë ka qenë në disponim të mirë që të komunikojmë me opinionit. Faleminderit shumë edhe juve edhe Florian. Faleminderit edhe juve.